Faleminderit, duke qenë se sot u bë debati në lidhje me fermerët dhe sa prodhonin fermerët shqiptarë, normalisht kjo është një nga temat më të nxehta për fermerët shqiptarë dhe atje ku plaga në të cilët djeg. Tani nuk e kuptoj, a jeni pro fermerëve? A ju i ndihmoni ju fermerët? A thoni që bujqësinë po e bëjmë europiane? A thatë që marrin 500 milion? A pse mos ta ngrem atëre komisionin hetimor për të verifikuar se pse Olafi dhe pse Bashkimi Evropian bllokoi i part 200 pjesërisht dhe i part 300? Pse? Shpërkojmë gjë tjetër, vetëm bëjmë transparencë me fortet e AZHBR-s, mënyrën se si ka ndarë ato fonde. Kush i ka marrë, sepse dhe lista nuk është bërë transparente. Që në krye të herës, Olafi ka parë që edhe numri i aplikantëve ka qenë shumë reduktuar për masën dhe shumën e lekëve në cilën do të jepte. A ka sot bujqësia probleme, nderuar deputet, kolegë deputet, dhe po më përcjell shumë shqetësime dhe këto të fundit janë shumë dramatike. Kur gjithë festonin vitin e ri, ndoshta zyrtar, lart, e tjerë me radhë të gjithë fermerët ishin në serë, sepse ngrica e natës viti 3 dhe data 1 i thau serën. I thau serën. Kërkojnë ndihmë. Fondet do të, po të dëgjojmë nga qeveria dhe nga ana juaj se çfarë do bëhet, gjithmonë flasim në të ardhmen, me do të. Po si do të? Po përmbytjet që ndodhen në Lushnjë, do të, sepse do të pastrohen kanalet. Po të shikoni kanale kanë 4-5 vjet pa pastruar. Sa vite kanë fermerët real pa marrë fonde nga ZHBR-ja? Sa vite kanë pa marrë financime që u takonin dashë komunitetit evropian? Pse? Sepse zyrtarët lartë juaj ishin të korruptuar. Janë në hetim dhe gati për të vënë prangat. Imazhi më i bukur i AZHBR-s është vetëm Frida Krivca që me shapka me gisht ha shalqi. Kaq. Kaq është imazhi i AZHBR-s. A i dini ju zotëri se sa probleme ka sot bujqësia? A i dini ju se sa shpenzon një fermer për të mbjellat e serën? A i dini ju që rregullat e vënë nga ZHBR-ja nuk i përmbush dot asnjë fermer? Asnjë. Pse? Sepse toka dihet që me 7.501 unë dam parcelizuar nga 3.000, 4.000, asnjë nuk e bën dot atë hektari. S'ka fuqi ekonomike. Po pse mora ai që bëri me 1 dylym, me 2 dylym, me 3 dylym, a nuk ka mundësi, a nuk mund të përfitojnë nga këto fonde? Po pse duhet marrin dhe ata që kishin inceneratorët, marrin prap fonde AZHBR për të bërë një serë musi për inceneratori i Tiranës që nuk ekziston. Por toka incenerim. Lekti morën ata nga i parti. Kjo është e drejta për fermerët? Kur ata mirë me shit blerjen, mirë me tregun që nuk ja orientojmë, se ka drejtori bujqësie, por nuk i orienton atë fermerët. Ne nuk kemi një laborator në Lushnjë, se flasim për Lushnjë dhe po ju them atë 500 milion, me që Ulësiu kishte 500 milion euro. Si ka mundësi që nga këto 500 milion euro nuk i afrohet një laborator për të parë cilësinë e tokës dhe çfarë plere kimik duhet përdorin ta fermer? Pse nuk ja afrojmë ne këtë shërbim kur pas kemi kaq shumë miliona euro nga këta fermer, kur që kanë pararoj? Pse nuk e arrim dot në këtë? Pse nuk i kontrollojmë ne dot plerat kimik që kanë bërë kartel, të gjitha, po të shikosh, të gjitha ata që fusin sot ndogan ka krijuar kartel, po të njëjtit çmim, si ka mundësi? Po si ka mundësi që mas thirrje pas thirrje, po vazhdojnë me thirrje që kemi bërë edhe fermerët të cilët janë ngritur sa herë, nuk kontrollohet njërë produkti, etiketa që mban preparati kimik me atë çka brenda thesi. Po si ka mundësi që përfitojnë ai magazinat e tjerë me radhë dhe futja fare pastaj kemi borxh sot se kanë ikur, se janë marrë me skema korruptive. Po si ka mundësi që përfiton më përpara nga skemat e AZHBR-s, një që ka marrë tokën me qirase sa ai Allexhiu që ka tokë private? Si ka mundësi? Po pra këto do të zbulojnë kush janë këta, kush është kjo lista, që nuk i vjet në funksion këtij parlamenti, nuk i jepet. Kush ka përfituar?
por të para ata ish kryetar bashkisht që kanë përfituar nga këto fonde. Pse mos bëhet transparent? Pse mos vite një komision hetimor? Po më thoni ju që flas muzikaqe. Po për çfarë do të flas tjetër? A ka turp më të madh dhe sfidë më të madhe, tallje më të madhe që ju bët me fermerët në Divjak? A ka tallje më të madhe para ca ditësh ishte kryeshefi i qeverisë tuaj? E gjonte atje dhe ore si ka mundësi, thoshte, 12 milion turistë do përkthehet në 12 milion domate, në 12 milion tranguj, 12 milion speca. Gjithë aty. Ku ishin fermerët aty? Ku ishin fermerët më burr? Një u ngrit atje ta del për jashtë se sfidon ti mua. Pra një me çizme me balk që nuk voli dot prodhimin e tij, po sfidon të kryeministit. Do t'i marrësh në shtator, fillova çdo mbyllti. Por këto që mbytën, Murris Kozar, këto që mbytën në Toshkës, ore këto që u thanë speca, kur do t'i marrë du tani, se ai nuk ka takat me pagur kredin, nuk ka takat me rimbjella të serën. I thot 12 milion domate, thot. Po si do flasë? Ka turp më të madh, pa tje pra ishte kryeministri, zëç kryeministri, ministri financave, ministri bujqësisë dhe tallën me nderën. Hamba e pat, kësha, si t'i thush? Sa do t'i themi njerëzve, si do t'i themi fermerëve atje, do t'i themi që ne nuk do hetojmë për ata që kanë vjedhur ju. Pse? Po pse? Arsyeja pse? E kemi shkruajt gabim. E grisim. Hajtë ndërtojmë bashkërisht, ne kontrollojmë kush i vodhi lekët e fermerëve. S'ke i vën një a për një a që ti se vën fermerë nuk e shikoj kush e ka vjedhur. Hajtë heqim dhe këta në vëme. I vën presin, e vën fillipa po në fund. Si ta doni ju? Po hajtë e kontrollojmë. Ore kush? Kush i vodhi lekët e fermerëve? Kush është? Drejtues institucioneve që pati për detyrë të ndante fondet e partit dhe i bëjnë në mënyrë korruptive. Kush është lista e përfituesve? Se ka nis procese gjyqësore, ka nis paku anis setime dhe procese gjyqësore. Atëherë hajta shikojmë për këta fermerë. Dhe ne vazhdojmë të themi 12 milion domate, thot Sifi, dhe takijet, po ju kryetari bashkisë sy pra vurje tek me mbyllëqare. Po ministra ti ishit i bëja. Po si herë nuk i zoj turpit të thosh rryp ka ishi pusho? 12 milion sollator. Ku t'ja tregoni ato 12 milion sollatore? Po shturpë, 12 milion speco, vaju liri, ku vaju liri? Po ne akoma nuk kemi një skem për të vaju liri, se bëtë për verën, po për vaju liri, da kemi në një ICC me që do hynë Europë, gjithë. A kemi ne një që të trektojmë vaju liri, t'ika me bidona si vitet 30, me bidona plastik me ato buza. Pse? Se nuk kemi certifikat produkti, origjine, për të vaju liri, me që po na tregoni vaju liri. Pse na kthehen gjithmonë domate sa herë 5 apo 6 ditë për pas se t'i dalin malit zie, po se Maqedonisë ose Jugosllavisë. Ish Jugosllavisë që keni qef ju se kshu kam qef t'ja thres. Pse? Pse bllokojnë këto çindutrisht? Ore këto pesticidet, ku ti shkrepse janë që futen dogan, ku ti shkrepse, apo vinë me thas, me kontejner. Ku hynë të, si hynë të dogan? Ore farat hibride, se po del po mbjellin misër dhe po i del vetëm kalli, pa kokra. Kush i mang të përgjithësitë? Por para se të flasim për fermerët, për lekët që të prodhojnë, duhet rrim atje ca ditë me provu se si sot është lagështia në përsera, se serat sot të përmbytura nga kastnalet e pa pastruara tuajat, nuk e arrin dot temperaturën. Nuk mbjell dot ai për 5-6 muaj, kaloi kjo që iku dojq, po dhe tjetra pas 4-5 muaj. Bëni atë që duhet. Ne të bëjmë hetimet, ne simi prokurori, por ama se kush i mori lek dhe kush përfitoi nga lekët e partit të atyre fermerëve, nuk i di se çfarë mund të quhet, që mos t'ja japim të mundësi. I grisim qoftë se shgabim, e grisim më mungon një, por ama transparencën me ata fermerët që të kemë mundësi dhe t'jem pa shpirt për të tallur si u tallën në Divjak para ca ditësh, të nuk du t'ja lejoj asnjëri këtu. Faleminderit.
Faleminderit. Duke qenë se sot u bë debati në lidhje me fermerët dhe sa prodhonin fermerët shqiptarë, normalisht kjo është një nga temat më të nxehta për fermerët shqiptarë dhe atje ku plaga në të cilët djeg. Tani nuk e kuptoj, a jeni pro fermerëve? A ju i ndihmoni ju fermerët? A thoni që bujqësinë po e bëjmë europiane? A thatë që marrin 500 milion? A pse mos ta ngrem atëre komisionin hetimor për të verifikuar se pse Olafi dhe pse Bashkimi Evropian bllokoi i part 200 pjesërisht dhe i part 300? Pse? Shpërkojmë gjë tjetër, vetëm bëjmë transparencë me fortet e AZHBR-s, mënyrën se si kanë ndarë ato fonde. Kush i ka marrë, sepse dhe lista nuk është bërë transparente. Që në krye të herës, Olafi ka parë që edhe numri aplikantëve ka qenë shumë reduktuar për masën dhe shumën e lekëve në cilën do të jepte. A ka sot bujqësia probleme, nderuar deputet, kolegë deputet, dhe po më përcjell shumë shqetësime dhe këto të fundit janë shumë dramatike. Kur gjithë festonin vitin e ri, ndoshta zyrtar, lart, e tjerë me radhë të gjithë fermerët ishin në serë, sepse ngrica e natës viti 3 dhe data 1 i thau serën. I thau serën. Kërkojnë ndihmë. Fondet do të, po të dëgjojmë nga qeveria dhe nga ana juaj se çfarë do bëhet, gjithmonë flasim në të ardhmen me do të. Po si do të? Po përmbytjet që ndodhen në Lushnjë, do të, sepse do të pastrohen kanalet. Po të shikoni kanale kanë 4-5 vjet pa pastruar. Sa vite kanë fermerët real pa marrë fonde nga ZHBR-ja? Sa vite kanë pa marrë financime që u takonin dashë komunitetit evropian? Pse? Sepse zyrtarët lartë juaj ishin të korruptuar. Janë në hetim dhe gati për të vënë prangat. Imazhi më i bukur i AZHBR-s është vetëm Frida Krivca që me shapka me gisht ha shalqi. Kaq. Kaq është imazhi i AZHBR-s. A i dini ju zotëri se sa probleme ka sot bujqësia? A i dini ju se sa shpenzon një fermer për të mbjellë atë serën? A i dini ju që rregullat e vënë nga ZHBR-ja nuk i përmbush dot asnjë fermer? Asnjë. Pse? Sepse toka dihet që me 7.501 u ndan parcelizuar nga 3.000, 4.000, asnjë nuk e bën dot atë hektarin. S'ka fuqi ekonomike. Po pse mor ai që bëri me 1 dylymë, me 2 dylymë, me 3 dylymë, a nuk ka mundësi, a nuk mund të përfitojnë nga këto fonde? Po pse duhet marrin dhe ata që kishin incineratorët, marrin prap fonde AZHBR për të bërë një serë musi për incineratori i Tiranës që nuk ekziston. Por toka incenerim. Lekti morën ata nga i parti. Kjo është e drejta për fermerët? Kur ata mirë me shit blerjen, mirë me tregun që nuk ja orientojmë, se ka drejtori bujqësie, po nuk i orienton atë fermerët. Ne nuk kemi një laborator në Lushnjë, se flasim për Lushnjë dhe po ju them atë 500 milion, me që Ulësiu kishte 500 milion euro. Si ka mundësi që nga këto 500 milion euro nuk i afrohet një laborator për të parë cilësinë e tokës dhe çfarë plere kimik duhet përdorin ta fermer? Pse nuk i afrojmë ne këtë shërbim kur pas kemi kaq shumë miliona euro nga këta fermer, kur që kanë pararoj? Pse nuk e arrim dot në këtë? Pse nuk i kontrollojmë ne dot plerat kimik që kanë bërë kartel, të gjitha, po të shikosh, të gjitha ata që fusin sot ndogan ka krijuar kartel, po të njëjtit çmim, si ka mundësi? Po si ka mundësi që mas thirrje pas thirrje, po vazhdojnë me thirrje që kemi bërë edhe fermerët të cilët janë ngritur sa herë, nuk kontrollohet një produkti, etiketa që mban preparati kimik me atë çka brenda thesi. Po si ka mundësi që përfitojnë ai magazinat e tjerë me radhë dhe futja fare pastaj kemi borxh sot se kanë ikur, se janë marrë me skema korruptive. Po si ka mundësi që përfiton më përpara nga skemat e AZHBR-s, një që ka marrë tokën me qirase sa ai Allexhiu që ka tokë private? Si ka mundësi? Po pra këto do të zbulojnë kush janë këta, kush është kjo lista, që nuk i vjet në funksion këtij parlamenti, nuk i jepet. Kush ka përfituar?
por të para ata ish kryetar bashkisht që kanë përfituar nga këto fonde. Pse mos bëhet transparent? Pse mos vjen një komision hetimor? Po më thoni ju që flas muzikaqe. Po për çfarë do flas tjetër? A ka turp më të madh dhe sfidë më të madhe, tallje më të madhe që ju bët me fermerët në Divjak? A ka tallje më të madhe para se dilësh ishte kryeshefi i qeverisë tuaj? E gjonde atje dhe, orë si ka mundësi, thoshe, 12 milion turistë do përkthehet në 12 milion domate, në 12 milion tranguj, 12 milion speca. Gjithë aty. Ku ishi fermerët aty? Ku ishi fermerët më bu? Një ngrit aty të dilë për jashtë se sfidon ti mua. Pra një me qizme me balë, që nuk voli do të prodhimin e ti, po sfidon të kryeministit. Do t'i marrësh në shtator, fillova shdo mbilti. Por këto që mbytën, Murris Kozar, këto që mbytën në Toshkës, ore këto që u thanë speca, kur do t'i marrë du tani, se nuk ka takat me pagur kredin, nuk ka takat me rimbjella të serën. I thot 12 milion domate, thot. Po si do flasë? Ka turp më të madh, pa tje pra ishte kryeministri, zëvendës kryeministri, ministri financave, ministri bujqësisë dhe tallën me nderën. Hama e pat, qa? Si t'i thush? Sa do t'i themi njerëzve? Si do t'i themi fermerëve atje? Do t'i themi që ne nuk do hetojmë për ata që ju kanë vjedhur ju. Pse? Por pse? Arsyeja pse? E kemi shkruajt gabim. E grisim. Hajtë ndërtojmë bashkërisht, ne kontrollojmë kush i vodhi lekët e fermerëve. S'ke i vën një a për një a që ti se vë, fermerë nuk e shikoj kush e ka vjedhur. Hajtë heqim dhe këta në vëme. I vëm presin, e vëm Filipa, po në fund. Si ta doni ju? Po hajtë e kontrollojmë. Por kush? Kush i vodhi lekët e fermerëve? Kush është? Drejtues institucioneve që pati për detyrë të ndante fondet e partit dhe i bëjnë në mënyrë korruptive. Kush është lista e përfituesve? Se ka nisë procese gjyqësore, ka nisë paku, ka nisë setime dhe procese gjyqësore. Atëherë hajta të shikojmë për këta fermerë. Dhe ne vazhdojmë të themi 12 milion domate, thot Sifi, dhe takijet, po ju kryetari bashkisë sy pra vurje të mbyseqare. Po ministra ti ishi ti bëja. Po si herë nuk i zuj turpit të thoshë, rryp ka ishi pusho? 12 milion sallator. Ku t'ja tregoni ato 12 milion sallatore? Po shturpët, 12 milion speco, vaj u liri, ku vaj u liri? Po ne akoma nuk kemi një skem për të vaj u liri, se bët për verën, po për vaj u liri, da kemi në një ICC me që do hynë Europë, gjithë. A kemi ne një që të trektojmë vaj u liri, tika me bidona si vitet 30, me bidona plastik me ato buza. Pse? Se nuk kemi qifërkat produkti, origjine, pra të vaj u liri, me që po nga tregoni vaj u liri. Pse na kthehen gjithmonë domate sa herë 5 apo 6 ditë përpara se t'i dalin malit zie, po se Maqedonisë ose Jugosllavisë. Ish Jugosllavisë që keni qef ju, se kshu kam qef t'ja thres. Pse? Pse bllokojnë këto çindutrisht? Ore këto pesticidet, kuti shkrepse janë që futen dogan, kuti shkrepse, apo vinë me thas, me kontejner. Ku hynë të, si hynë të dogan? Ore farat hibride, se po del po mbjellin misër dhe po i del vetëm kalli, pa kokra. Kush i mang të përgjithësitur? Por para se të flasim për fermerët, për lekët që të prodhojnë, duhet rrim atje ca ditë me provu se si sot është lagështia në përsera, se serat sot të përmbytura nga kastnalet e pa pastruara tuajat, nuk e arrin dot temperaturën. Nuk mbjell dot ai për 5-6 muaj, kaloi kjo që iku dojq, po dhe tjetra pas 4-5 muaj. Bëni atë që duhet. Ne bëjmë hetimet, ne simi prokurori, por ama se kush i mori lek dhe kush përfitoi nga lekët e partit të atyre fermerëve, nuk i di se çfarë mund të quhet, që mos t'ja japim të mundësi. I grisim qoftë se shgabim, e grisim më mungon një, por ama transparencën me ata fermerët që të kemë mundësi dhe t'jem pa shpirt për të tallur si u tallën Divjak para ca ditësh, të nuk du t'ja lejoj asnjëri këtu. Faleminderit.
Kryetare, me që Eltoni se thot do të që tha kam biemrin, po është qik me vogën da këtë marrë i biemrin, po i më kushurin, kështu në përgjithësi. Me që e ka me turpa i, edhe unë se marrë do të se aqëlloj do të tesës pëses, po du t'i them Eltonit, unë kërkoj që dhe spitalin ti dhe 4 tjerët pësës që keni takatin, ta ktheni rajonal dhe u bashkiak. Që kur ta bëni investimit e Skandeli Bohova, ta bëni tre se s'ka kuot, që kur të bëni projektin, mos të flasë unë dhe ndroni projektin e spitalit, në vend vetë 3.7, ta bëni dhe 8, nuk jam kundër investimeve unë. S'jam kundër investim Bashkinë Lushi. Jam dhe për të ndruat autobuzët, se një zërfik se keti ati, një, sot. Ore e lek shumë e marsh brenda, vazhdon tjetë shua, jo, po të them, gjoj edhe njëherë, gjoj, nuk jam kundër asi gjë nga këtonë, se po të vem të godina zërfikës, ne të dy nesët sfidoj, dhe të spitali, bashkë me Alti, se ftova Alti, nuk meri, tha t'jap kafet e dera spitali. Po ti për deshe nëse bashkë, shkojmë të pediatria, edhe nuk e nëse nuk është a video që kam gjerë unë, nëse gjithë spitali nuk është në gjë që të them unë, pastaj flasim se kush është nga Lushja. Po pse rrim Lushjen e dim ka ishë mirë. Unë vërtet i mbroj dhe unë këto investime, se jam për gjitha pro bashkimit Europian. Por kur shof që nga visi byrekve, edhe deri në qermë, do të rinë për natë nga 5-6 orë për 3 sa e që bje shi, jo kjo së në vjen mirë. Italiane, edhe unë kam procedurë italiane të një, se dhe a them që... Olëqi, që ben nga rruga Dibrës, ande nga rruga jote, tuneli Murrizit, di gjete, jo, pisë shumë përgjithsi unë, sa ta lushnjarë interesojnë në njerë dhe ma ta rrugës Rogozhinës. Por unë s'tu mora me të tunelit e tuja, që po bjenë, atë keqen, a rruga Arbi, shikoj e se ma se karane, sa arrova ta të përmeni se si shë këtu, edhe shikoj mirat e rrugrat aty tujat se si janë. Me që i këtë zonë state, por në ndryshim nga ty dhe disa deputet tjetër, unë i shket jam zjetë dyre në Lushnje, flen Lushnje, 1 sekund, flen Lushnje, jetojnë Lushnje, nuk kam se si të flasë për qytet tjetër unë. Dhe kur spitali nuk funksionon, kur ju e keni lënë fshatin më të mathë, vërtet Lushnje prodhon, po jo se ju ndimoni ju se asnjë fermer shqiptar lushnjar nuk merë, po kanë ardhur oligarka nga Tirana, ja prandaj ta thashun tyre. Se ato 500 milion pralla dhe ëndra që ti shikon me fërmedlu që 500 milion ëndra, janë 500 milion kallo që më kanë ata lushnjarë që ti si ndimon që si panostro kanalet, vadice dhe kulluce së mbyten për atë skrepin, atë dung fungun e tonit. E kupton se toni, s'ka se toni me të është marë me të bërë celebrime, nuk e di që me thë shko kanale. E kupton? Unë nuk jam bërë deputet se kam celebruar një vëllin. E kupton? Atë kishë vlaj. Kështu që, jo, se ti më themë, po që më futi mua bulevardi, ku atërë unë isha i bje lozja, i bje macës me lugë, o ti toni. Po ti mbau këte drejtë që të themun, se Lushja nuk ka si institucion, ta thonë gjithë deputetet e Lushnjës. S'ka institucion shtetror, se keni qurë në fjerë, drejqet, shejtan. S'ka pra institucion. I hoqit gjukatët e prokurorin, shoku ullësia hoqit, gjukatët e prokurorin. I sot dhe administrativen për të punur ato kafet anës, sepse asi puns bën për Lushnjën. Se problemet e Lushnjës ti du t'i vesh në fjerë, në prokurorin fjerë, në gjukatë në fjerë. S'ke as gjeti, as tatime, as targa, as patena, as drejqe, as birë. I ke dhe, ore dhe ti dhe bord e kullimit e ke fjerë. E kupton ti dhe bujësi, po gjitha qojë fjerë ati e fjerë. Pra lushnjarët nuk kanë asë gjë. Lushnjarët dhe një kinotatë, akome s'po e bëjnë, mbyllën e të kinotatit. S'ke i kanë lore, s'ka asë gjë. Për Kalamajnë, për Moshat e Trete, keni lënë atje në mes të garit, quhet ajo. Ajo lulishtë atje, ata plejtë shkret, kanë 3 jasë, po dalin do të lozit domino. Tregoni ju mua për Lushjen. Lushjen e keni lënë mizerabël. Kaq. Fjala. Se ti e prezentove ligjit. Të nderuar kolegë, për aq se kemi mbetur, se ministrat kanë punë tjera, po na çojnë, ja kanë hapur rrugën për në Europë, kanë ngelë 2 pllakat e fundit për të shtruar dhe kalojmë hym në Europë. Disim kujtohet kjo punë e Europës, më toni që do na fusi ti? Është një komedi e Fadil Hasës, kur në vitet 2000 kometa Allej do bënte namin, zbritën Europa, zbritën Shqipëri. E thamë, pse gëzoni, tha, se ne këtu në Shqipëri, tha, nuk jemi aq mirë.
që të pikërisht për këte kemi ardhe, se jemi 100 vjetë mrapa edhe 50 vjetë anësh. Ne prapa tje kemi ngelur, kemi ecë një 10 vjetë, po prapë jemi 90 vjetë mrapa, po 50 vjetë anësh nuk kemi lujt nga vendi farene. Se jemi se e valje që 3 hapa para dhe 2 mrapa votoni. Dhe ti thua që me reformat ne kemi bërë do vend, po cili reforma? Do të fillosh nga reforma në drejtësi, po. Ty të vjen të talë Gjevahiret, kryetari kolegjes në komision të ligjeve. I di toni. Të talë Gjevahiret të thot, e kemi ullë, thot me 16 dit, bet logun. Shikon në robi se s'po kupton, ore si ullë kjo dosje, mullari dosje me 16 dit. Nga 16 vjetë, tha kemi ullë 16 dit. Hape videon, jepja Europës ti, ta shikoj që ne kemi ullë nga 16 vjetë, 16 dit. E thresim atë të KLP-s, ajo s'ka Gjevahire, po e prapë tha, i tha shokut toni, se në atë kohë ishte këtu, tha, harta teritoriale o t'i zonjë janë bërmullarë, zdigje një 3 vjetë kanë kaluar, kemi kohë dhe 2 vjetë tjera, do t'a diskutojmë dhe do t'a shohim. Po si do veshti në Europë, kur ti e kje sistemin e drejtësisë cop, po kjo është shumë e madhe. Në kujtojt në Europë, po të këtjap një fragment nga Europa, unë kur ne ikëm komision të ligjeve në Bundestag dhe kishim një tjetër kryetare, s'kishim shokun Ulsi, kishim shoqen Bushka në atë kohë. Dhe unë si euroskeptik që më cilësoj shokut toni, i thash, kemi ca vite që jemi pa gjykat kushtetuse. Mi po pastroj syzet a e tha, ore nuk po shoft, mi po nuk po gjojna veshët, edhe shoqja Bushka i tha, jo, s'është e vërtet. Godina gjykatës kushtetuse atjeshtë, s'kemi gjyqtar, tha, se gatrojët kjo euroskeptiku. Pra ne s'kishim gjyqtar të gjykatës kushtetuse, po ama kosheren atje kishim olësi. Dhe ky do hynë në Europë. Ku do hynë në Europë jo? Ne akoma diskutojmë gjykatë kushtetuse, erdhen, vajten, hangën bukë, shnu ditën e punës e bën pushim dhe sot për ballukun. Ne kemi gjykatë kushtetuse. Ku gjykatë kushtetuse? Është mbledh 6 merr do të vendim. Ti do hysh në Europë. Si do hyke në Europë ti? Jo, nuk hyet në Europë kështu. Se ti nuk e di që në Europa nuk qas pa drita dhe ujë. E di ti pa jo? Jo, s'ka prap. Ja ta shpjegoj unë ti dritën e lushjes. Se nga to bestafkulla nga shtëpia ime dhe deri në kthes qermës së ti zotëri sa e që bje i velësia ose ja fut njerë ande nga Italia i ikin drita. Çuditërisht. Edhe e diku që shironia fatet tje, sa ti kishit drejtu si ju atë to shëhes, a i thoshte kosha plerash, ju shtrojun dushk, që doni ju lulishte, ju bëjun gjitha, drita mos kërkoni. Jo, drita jo, se nuk bëhet do t'investimi, është gjynava atje, nuk alo do 20 kV. Ne jemi akoma me qenef të fiku, toni do ikin në Europë. Ku do vem në Europë me qenef të fiku? Nëse gjem do të se s'ka dritat, haj qeni. Do hyshti me ujë. Ore, ku do veni ju pa ujë? Atje vajtu bëm muti kavalet në Vlorë. Qa bani? Ku do veni ju me ujë? Ku? Ku do hyni pas 5 dit? Mi që fillon morrat krujnë koko që kujtu që s'ka ujë. Po si do veni ju me ujë kur të fje? Zjarfikset e lushjes qonin ujë për të pirë. Si do veni ju? Ku do veni në Europë ju? Para s'ka si ujë. Zjarfikset e lushjes në atë ujë për të pirë, për të bërë gjellën. Ju do hyni në Europë. Si do hyni në Europë ju? Si do hyni në Europë ju? Pra pa e diti që kanë majtë ato branda do zërfikses të toni? Më fjerë, pra më fjerë, këtu në gjitu. A ka në një për ju sfid që përdor atë që ne paguajmë si ujë të pishëm, jo për të pirë, se për të pirë nuk diskutojët që jo, po për të hedhur gjellës që ta zgjemi në atë gatë. Ka në një nga ju? Se në lushnjë dhe ata që janë më fukaren, detyrojnë të blejtë ato botët e ujtë. Kush pi ujë nga të qesmë? Ti do hysh në Europë. Si që Europë që ka kjo që të pa ujë në? Ku do vem? Ne s'kemi ujë për që nefa do vem në Europë. Si e rehyke në Europë? A e thotë reforma në shëndetësi. A tjetër pediatria lushët të vesh më mrellë. Se qarë bje jashtë hynë mrena. Lere i laqës, nuk diskutojët i laqës, qaj laqës? Shkote onkologjiku. Alvem të onkologjiku,
kanë nga i mu i lachet, ja ka shkrujt gazetarë gjithë, shko shikoni onkologjikun, regjistrojsh do të pa mik në spital, ku, qysh, shko për rezonancë, do 8 muj, në mos ja heqim fitilin vetë, dhe ju do thoni do hymë në Europë, si ju ka në Europë shu? Nga do vëmë në Europë, sistemi arsimit, i keni parë që bëhet në për shkollat tona, se foli shoqja Manastir Liu, me që realizoj katë fala, me që se dojt i qërët fala nga xhaxhi doktori, po pasa ikur, se to pëse s'po del më në televizor të nga tregosh arritjet e tuja. Ku janë këto reformat në arsim? Po një fakultetet po mbyllen, shkollat po mbyllen, ne kemi 5 klasë me klasë akoma, ne do hymë në Europë. Që Europë do hymë ne? Klasa dhe shkolla që mbyllen. Ne do hymë në Europë. Si do hymë në Europë? Ju thoni po na vim fonde se konkurrojnë denjësisht ne me ca shtete tjera. Si konkurrojnë denjësisht me ato fondet i parë që i vollën, që ikën për ndërtur Zoja Horën? Që s'ngeli oligark pa marë, se edhe të specët futën hundët, se s'u ngopën me ndërtime me kulla. Si do hymë në Europë ne? Ku do hymë në Europë ne? Kur te fumili beqe që i vodhi gjitha, si do hymë në Europë ne? Fondet e BE-s është në burg pra për fondet e BE-s, ku do hynë ju në Europë? Do hynë në Europë, që Europë është kjo? Po si do hynë në Europë që aksit gjitha të fondet që prit prapi blokoj investimet për teknologji në aksje, Karçana vazhdon në shtëpia, se ne nuk ja heqim prap shtëpi nga puna ata, se nuk pagunë qira në shtëpisë, se kishte shtëpi me qira. O zot, 10 milion euro një firmë që objekti rrugtarisë të saj e ka shitje çokoladash. Edhe ka marrë database ata, ajo i ka pastruar, i ka shplar. Kur objekti rrugtarisë nuk e përcakton një gjë të tillë. 10 milion euro. Por ku do hymë në Europë ne? Kështu do hymë në Europë ne? Po syt pra kështu në Europë, nuk hyet. Se ke parti e ullësi, shfry sa dushti, se kështu shfryn dhe ata në Libra, 7 orë se ra rruga. Kështu shfryn dhe ata, jam edhe ata, se 7 orë s'po vinë dhe asi dungë fungë. Ha pra, kështu do ishë në Europi? Ra prapë sot ati dërmija ti tjetëri. I ra rruga prapë sot dërmija. Ore, si ka mundësi që bjen këto rrugët, ka shpejt gjitha. Ju asfati s'po ndihmon me arbur. E pra, ja kështu. Se punon të jeti lartë, edhe hithë të poshtë, rrinë ata poshtë 7 orë, gjatë vogla burë, s'ka si gjithë keqe. Ti do hysh në Europë. Nuk hyet në Europë me bregrisa ta thash, sepse do t'i tregosh Europës, me përfaqësuesit që keni sot ministre, tregojnë foton atëhershme dhe foton tanishme. Pse s'janë bërë gjithë shqiptarët si ajo, ballafaqimi? Ha pra, pse s'bën gjithë shqiptarët si kanë gati për në Europë? Kështu që ëndra europiane ulësi për mua që jam euroskeptik, sipas se ti në komision duhet ngresh pak zërin ulësisë, më cilësoj euroskeptik toni. Dung fungu ta tregon ai që mbledh plerat se me ata dhe ai ishte shërbim të zgjedhjeve kësaj me dung fung. E kupto ku keni arritur? Aq keni një makineri e ngarkut nga Tirana, e kërkut 700 milion firmave të vej atje të hapi rrugën. Ja kjo është emergjenca. Se vete për fik zjarrin atje vjen me kova me ujë. Është turp. E di si është kjo puna, Odi, unë dva t'jap një këshill toni për ty në Europë, të marrë ka pas gjyshe ime i furk, mere furkën dhe tirë një lesh, se vete për këtë punin. Faleminderit. Sosi Gogu ka kërkuar fjalën.